Jo vetëm diskutime për ndërhyrje në tendera, por edhe biseda në lidhje me lëndët narkotike janë zhvilluar midis Ergys Agasit dhe Ermal Beqirit në një nga bisedat midis dy ortakëve në zyrën e Agasit në 25 gusht 2023, flitet edhe për kokainë. Megjithatë, në këtë episod nga konteksti nuk arrihet të kuptohet nëse kemi të bëjmë me një rast specifik të trafikimit të drogës apo me fuqinë që Ergys Agasi kishte të deportonte edhe në të tilla informacione. Këtu forca është ajo që ne sot, që është e duhuri, nuk ka forcë tjetër këtu më vlla. Trit ç'a duash ti, ka pas dhe të tjera ai. Merret me kokainë Gysi, apo bë me kokainë. E disa përqind e xhiron, ku kam me atë unë? 30-33%. Si fytyrë është, derisa pyeta Adela, mos del televizor dhe anis një shkres kështu. Pjesë e bisedave mes Agasit dhe Beqirit janë edhe diskutimet në lidhje me kazinot. Të vinë ata, të firmosin na I thash unë jo re I thash, po ik I thash se kam një herë raport në kazinos o vlla. Po jo re, kur ta thras unë ai do vi. Sjellim në vëmendje se dy biznesmenët vijojnë të jenë të shpallur në kërkim që prej momenti që ndaj tyre u lëshuan urdhër arreste, ndonëse avokati I Ergys Agasit Maksim Axhia u shpreh se klienti I tij ndodhet jashtë shtetit për një kontratë biznesi, ai ende nuk është kthyer për të përballur me akuzën, gjë e cila ngre pikpyetje për vendodhjen e tij.